Një tjetër zhvillim i bujshëm ka dalë në pa në rrjetet sociale, pasi Xhibani ka vendosur të publikojë disa biseda private me Loredana Bratin, duke sqaruar se ishte ai që e ftoi ish banoren në ditëlindjen e Jozit. Në postimet e tij, ai tregon se gjithçka ka nisur nga një ftesë për ditëlindjen e Jozit, ku sipas tij, Loredana nuk kishte dieni për ftesën dhe ishte ndjer e lënë jashtë. Në bisedat e publikuara, ajo shprehet e zhgënjur duke theksuar se nuk ishte kontaktuar drejt për drejt nga Jozi, pavarësisht se kishte numrin e saj. Po mbas gjithë asaj, si ia vlen të vi pa ftesën e tij, shkruan ajo, duke lënë të kuptohet se mungesa e një ftese personale ka ndikuar në vendimin e saj. Nga ana tjetër, Xhibani shprehet se ka tentuar të ndërmjetësojë situatën, madje duke i kërkuar që të komunikojnë dhe të sqarohen mes tyre, për të mos krijuar keqkuptime të panevojshme mes miq. Në një tjetër deklarat, Xhibani thekson ishte ai që e ftoi Loredanën në ditëlindje e jo Jozi, siç ish banorja ka deklaruar teksa ishte e ftuar në fan club. Publikimi i këtyre bisedave ka nxitur reagime të shumta në rrjet, ku ndjekësit janë ndarë në mendime mbi faktin se nëse duheshin publikuar këto detaje apo jo.